Paso Mondial në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë dhe miq të Paso, takohemi si çdo ditë për të folur për botrorin në Paso Mondial. Jemi live në Top Albania Radio, live gjithashtu në Digital, edhe në Super Sport, në Super Sport News. Jam sot me Blerim Jaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Livian si gjithmonë që ka një energji sot. Përshëndetje të gjithëve. Pa fjetë si gjithmonë, po? Pa fjetë prapë. Gjithmonë. Nese, kemi një buzëqeshje shumë të madhe. Po ti ku shkove ti, po mirë. Nuk më zinte gjumi, më është kthy komplet dita nga këto ndeshje të mesnat. Duket se është futur në modalitetin e orës amerikane. Po, mos e ke dalë orën si e ke, mos e ke apo. Jo, mendova që ishte mëngjes. Lorenzo Mini. Si shkoi nata jote, dita? Me ashtuar goja. Tek cilat ndeshje u fokusove mbrëm natën? Se kishte shumë ndeshje. Po dje pash në orën 10 pash Japonin me Hollandën. Që ishim në emision. Pastaj pash pjesën e parë të Brendan Fildisht. Pastaj të Zuri Gjumi dhe uçora dhe pjesën e dytë të Tunizisë me Tunizisë që aty habita që domethënë me një diferencë Suedia me 5 gola Tunizisë. Që nuk ka në një befasi të madhe, sepse duhet gjetur në radhë parë njerëzit nuk njohin dhe nuk dinë problemet që ka Tunizia. Tunizia ka probleme të brendshme, ka larguar gjithë veteranët nga ekipi. Erdhi Blerimi filloi tani problemet e brendshme. Situata kaotike në vend. Qeverisja atje nuk po funksionon si duhet. Ka lidhje. Ka lidhje sepse ne në Europë njohim ekipet europiane, njohim pak Argjentinë, Brazilin e tjetër dhe pastaj themi ua si ndodhi kjo, si ndodhi ajo. Por janë po ti studiosh me osi nuk janë rasti që evropianët po vuajnë kaq shumë. Nuk është rasti disa ekipe janë gjysmamatore pothuajse, nuk është rasti që Tunizia është kaq dobët, ndryshe nga afrikanët e tjerë sepse ka shumë probleme të brendshme. Po duhet të filluar çik, jo thjesht, sepse nuk e thjesht me emrin. Kjo ka qenë në Europë në botror dhe ka eksperiencë, nuk funksionon ashtu. Mund të kesh qenë botror para 20 vitesh, ka ndryshim. Jo, vetëm një ekip që ai 7 gola dhe ishte. Di çfarë më bezdis mua ja. Në një botror për shkakun më bezdis kjo e 7-1 Gjermanisë, më bezdis, sepse shumë. Edhe 5-1 Suedis më bezdis. Se po ta mendosh, Suedia nuk ishte ndër skuadra më të forta në Europë. Suedia me zor kualifikuar nga play-offi me 2 play-offi, pa sforzuar. Kështu që të fitojnë ata 5-1, 7-1 dhe brenda dhe jashtë. Më duket sikur ka shumë diferencë madhe. Më shumë pëlqen një Katar Zvicër 1-1. Shiko. Që është një ndeshje më e fortë, që mban kundërshtari, reziston. Kishte edhe Hollandia po. Po më reziston. Konflikti UEFA FIFA në një farë mënyrë i kanë nxjerrë zbuluar dhe ca gjëra. Dhe jo rastisht presidenti i UEFA-s qeverin thanë nuk është botror kështu. Botror është egzageruar, me thënë drejtën. Me kaq shumë ekipe të futura të shkoj gati në 100% e Amerikës së Jugut, gati 70% e Amerikës Qendrore, shkoj, domethënë ka një egzagerim që po shkon gjithmonë më keq, sepse tani po flitet për botrorin e ardhshëm ta bëjmë me të shkoj 64, domethënë. Ja, besoj se ishte batuta e Infantinos. Po s'është batuta në momentin. Dëgjon, në momentin që shikon 64, po ti bën fut gjithë botën edhe luaj. 64 205, pse në qoftë se 32 kombëtare kanë X para përfitim për FIFA-n. 40 e kusur shkojnë 2 fish, 64 shkon 3 fish, do bëhet. O Blerim, sepse po flisin dhe për ndërprerjet publicitare pak më herë. Ajo ndërprerje ma kujtoi Livia përpara. Kjo ndalesa që bëjnë që shkon 3 minuta një ndalesë. Shumë e gjatë. Se po ta mendosh Lorenz tani, ne diskutuam ditën e parë që arbitrat nuk duan që t'u mbasin kohë. Mbamën? Po. Kjo është kundërta komplete. Që gjatë ndeshjes mos u mbasin kohë. Dhe pastaj e djegën. Këtë kohë ja japin reklamave që bëjnë, praktikisht një ndeshje futbolli tani është me 4 pjesë. Është edhe marketingu sepse po thonë që çmimet për atë hapësirë publicitare janë më të larta se pushimet e Super Bowl. Disa shkonte me që jemi të shifra, më pëlqejnë nurat. Shkonte nga 7 deri në 10 milion dollar. Një ndeshje për këtë hapësirë. Po, një shumë. Mendoj 104 ndeshje, 10 milion dollar. Nuk thonë që amerikanët do fitojnë 10 miliard. 1 miliard nga do dalin 10 miliard. Gjetje, nga ky xhep. Ka një kontekst, ka një problem gjigant. FIFA për herë të parë në histori i është nështruar vendit organizator. Nuk është më vendi organizator ai që i thot FIFA-s hajde na organizo, na trego rrugën. Por FIFA i ka lënë dorë aq të lirë kundrejt përfitimit kolosal, sa është kthyer një model shumë të shëmtuar amerikanizmi. Një ndeshje NBA
ndeshje, po të shiko ato ndeshjet e NFL-s aty futbollit që përplasen, ajo ndeshja është realisht 30 minuta, shkon 4-5 orë. Vetëm nga ndërprerjet reklame, një aksion, dalo. Hajde shkojmë, ham sanduiçe, domethënë. Kjo është nëse më jep 2 minuta kam ca. Po patjetër, ka edhe diçka që më bezdis tjetër në krahasim me Europën gjithmonë me Champions League, që është oraret e ndeshjes nuk respektohen asnjëherë. Për shembull, ai thotë, ndeshja duhet të fillojë në orën 21:00. Ndërkohë fillon 21:05. Mbaron se hyn pak me vonesë, himnet bëhen më ngadalë. Po ç'është ky? Unë po merr programacion në Supersport dhe i kam çdo ditë këtë hall e kam. Po patjetër. Zakonisht ndeshjet në Europë zgjasin me gjithë 15 minutë brenda hyrjen, daljen, zgjasin 115 minuta maksimumi me shtesë gjatë. Këtu po shkojnë 135, 140, 150. Aty përkthehet në e filloi mirë thonë ata, pastaj se kur mbaron, mirë, të janë detaje, gjëra që ne i evidentojmë, ndoshta që nuk na arrin ose nuk na përkojnë me futbollin evropian, po ka dhe gjëra tjera pastaj pozitive padyshim. Kishin dalë dhe zëra shumë të fortë, për shembull ai Klopp kishte dalë Klopp, Gary Neville kishte dalë që për këtë pushimi, po shumë gjatë sepse Van Dijk ka që gjatë. Por më e bukur mbaj luaj se më kujtu kjo kur e pyeti Manushi ditë Kostën që tha sa rezultati jemi pushim. Ku pushimi tha 20 minuta është luaj. Kosta sa i gjatë ishte ai pushimi se do pushim. Se 3 thon pa shkon 5 gati se nga momenti i Ranës. Tani vetëm për 1 minutë ju them ç'a ndryshimi ka me Katarin. Se ndoshta ti patjetër që e di. Domethënë të ardhurat nga 7.5 miliard kanë vajtur 13 në Amerikë. 2 fishe. Domethënë se edhe janë dhe ekipet. Sponsorët nga 1.8 miliard 3 miliard tani. Sponsorët. Biletat nga 0 nga 1 miliard kanë vajtur në kad 3.ca. Domethënë çdo 6 rritur pothuajse 3 fish në të ardhur. Shiko. Çmimet për ekipet nga 440 milion kanë vajtur 871, do që do shpërndahen. Edhe këtu po vetëm se ka dhe një histori të bukur shumë këtu, që nëse Katari shpenzoi lek për të bërë stadiumet, Amerika s'ka bërë asnjë stadium, as Meksika, as Kanada. Me kanë stadiumet ekzistuese. Dhe gjithë kanë stadiumet kanë të mira, stadiumet super stadiume. Vërtet amerikanë ai stadiumi Los Angeles ishte. Po pse ky MetLife ky Los Angeles 5.5 miliardë ishte. Asnjë stadium amerikan nuk arrin dot për shembull nivelin e Aztekës të Meksikës. Në akustik, në çdo gjë. Në Meksik është më bukur shkosh futboll. Këtu duket sikur se fshikën me lëson. Ka sigurisht pak më rehat, më kinema, më show, domethënë. Largohemi nga futbolli që jemi rritur, shkojmë në luks, dhe shiko, është fenomen amerikan puro. Marrim kush ka qenë në Amerikë, kam qenë një herë dhe më kanë bërë shumë përshtypje shumë gjëra. Gjithçka duhet më e madhe se në Europë. Më ekspansiv. Ushqimi, pjata është 3 fishi pjatave që ham në Europë, domethënë distancat europianët po çmenden me distancat. Po distancat, po që se përmend me UEFA-n, është ankuar dhe presidenti i UEFA se ka hedhur një kunj sikur këto ndeshjet me kaq shumë ekipe janë më pak interesante. Nuk duhet me pas vend për të gjithë. Kështu që është ky lloj debati. Eksperiment është do ta shohim se si do bëhet, rezumea bëhet në fund. Shiko, rezumea bëhet në fund, por që në fillim bëhet diçka. Unë kam parë botrorin 94 në Amerikë. Kishte 2 ose 3 ndeshje nat maksimumi. 3 ishte maksimumi. Ka pas më pak skuadra. Ishte nata me ditën me këtë. Nata me ditën me këtë botror në çdo aspekt, në aspektin e tifozerisë, biletave, të atmosferës. Atmosfera ka qenë shumë pozitive. Nuk i thoshin afrikanëve mos u futse smër viza, nuk i thoshin tjetër se globale e tillë pastaj gjendje që kalon dhe jashtë futbollit. Është gjendje amerikane. Po jo globale. Sonte ndarë do luaj nesër mëngjes, mos i bie, do luajë dhe Irani, aty do fokusohet gjithë çështja. Në botrorin e Katarit s'ka pas asnjë problem. U turrëm Katarit, I vetmi problemi ishte alkooli që nuk lejoi dhe femrat në stadium. Ky ishte vetmi problem që mbajmë nga Katari. E zgjidhen ata, bën atë marrëveshje në birë. Un kam pa një video me dakord. U bë shumë është ndaluar sepse ti duhet ta blesh brenda. Pra është ndaluar që ta fusësh nga jashtë. Kurse në Katar ishte ndaluar komplet. Shikoj Glend, është ajo që tham në fillim, më fal Livi. Është ajo që tham në fillim pra që FIFA këtu është dorëzuar totalisht këtu në Amerikë. Po. Nëse në Katar ishte vetëm një problem që u zgjidh me sekonda puna e pijes së birrës, që FIFA ndikoi te Katari dhe lejua birra. Emri s'po ta them. U lejua për tifozët në një orar caktuar po që pinin.
ka qenë më dominante FIFA në vendet e tjera në krahasim me FIFA i ka hapur këmbët fare vëlla, në Amerikë nuk ke çfarë bësh. Ai do kur një arbitër nuk u lejuat futej dhe FIFA tha, nuk është rregulli jon, po shiftuar jot, është FIFA, kur vjen një arbitër është FIFA. Edhe Iranin si po e trajtojnë. Edhe Irani shkret ç'po heq. Po, edhe këto lojtarë që po shkojnë, po pse më ka kontrollon ti që shtrim Barkas Neuerin tani, kush po të vjen ti që po rregullat forta, ose këta arbitrin që e kishin futur që ti je pjesë e një organizate terroriste në Somali. Në Somalia, po. Por FIFA i ka dhënë rrogën deri në fund të punës dhe pa qenë prezent. Po mirë me tani, është minimumi që do bëj. Ti bën der të madhër, me thënë drejt. Fakti që se lejon. Ose kjo historia tani që po ndodh me Iranin. Irani i ndruan vendin ku do stërvitej. Vendosën që të mos stërvitej në Amerikë. Edhe pse ndeshja do luhen në Amerikë, është 170 kilometra larg Los Angeles. Ditën e ndeshjes fluturon. Rrin në Meksik. Dhe sonte që do luhen ata do udhtojnë atje, do jenë në një vend të izoluar komplet në hotel, do mbarojnë ndeshjen, do kthehen menjëherë në Tijuana, quaj vendi. Po, është ku Tijuana Meksik, po. Ky qyteti meksikan ishte një nga qytetet me nivelin më të lartë të kriminalitetit, drogës, vrasjes, madje dje kishin gjetur një kufom prej ditësh në një makinë mund ngjitur me hotelin ku ishte Irani. Imagjinoni se çfarë. Enisa po flis edhe për krahasimin e botrorëve. Gjithë botrorët e kaluar, ne jemi mësuar që kemi parë gjithë ndeshjet. Nuk ka rëndësi orari, po thosha Digjita, shiko, se dita dy ndeshje në katër nuk i ndjek dot gjitha, po 64 ndeshje. Deri kur ishte futbolli më normal. Tani, nëse ka një njeri që i ka parë 4 ndeshje zonat, ta marrim këtu, ta lëm drejtoj emisionin, ta bëj. Ka një komshi Lorenzi që është po nuk e di. Ja, pa ai vjen në studio se po drejt vjen ai ka është bërë divani beton. Jo, po ishte në mëngjes se bleva gazetën. Është ai xhaxhi që ble gazetën. Është një zotëri aty, ja 65-70 vjeç. Edhe unë kur shkoj në mëngjes i marr gazetën, ja thash Glendit me që ti e ke për të parë dhe më tha mua profesor si duket e botror mirë tash unë. Tha po e pendeshën në orën 4 tha. E pashi kështu thashë po i thash jo se më zuri gjumi. E pash unë tha dominoj kjo se e një mirë sporti. I thash Glendit e gjeta unë. Tani nga ndeshjet 4-6. Nga ndeshjet që u luajtën dje. Doja të diskutoni pak për Hollandën me këtë barazimin me Japoninë dhe sidomos për Van Dijk, që nuk është më Van Dijku i dikurshëm. Edhe pse shënon gola dhe këtë vit ka shënuar gola Van Dijk i thoshte Claude. Van Dijk edhe unë jep Van Dijk edhe me Liverpoolin. Duhet ndaleshim pak dhe ke Suedia, ke dy sulmuesit e saj, sepse Suedia është një skuadër veçantë, duke qenë se ka dy sulmuesit më të shtrenjtë në treg, të dy bashk, Gyökeres dhe Isak bëjnë gati 220 milionë euro. Dhe ata të dy është rasti veçantë që ata të dy merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin në fushë. Dhe Suedia po i merr frutet sepse dje shënoi. Të dy janë në stol të ekipet respektive. Ndoqa vëmendje Holandi Japoni. Prisa me kuriozitet të shkoja të dyja të shkoja sepse Japonia më pëlqen për futbollin që luan. Pëlqen shumë si kombëtare. Holanda na pëlqen edhe ne që si holandez na pëlqen për 1 milion arsye. Nuk ka nevojë të zgjatim, po kam përshtypjen çdo tifoz thotë nëse nuk e merr ajo kombëtare që kam qejf fund ta marr një Holanda. Holandën e kanë aty gjithmonë. Shiko, problemi është që është një skuadër që betet, një skuadër e bukur Holanda kur shkon përpara, edhe pse ndeshja pjesën e parë ishte mediokritet i frikshëm me shpejtësi breshke, duket se ndoshta temperaturat e larta, ndoshta kursimi i energjive për vazhdimin, por në pjesën brapa lindë vërtet për dëshiruar dhe besontesh e presioni kundërshtar shumë lehtë. Ka diçka që nuk po shkon me Van Dijkun në pjesën mbrojtëse. Edhe Liverpooli ka vujt këtë vit me këtë futbollist. Edhe pse ka shnuar gola, e përmirëson pak imazhin e tij me golat që shnon, se edhe dje goli bëri të bukur. Por në mbrojtje ka filluar çdo, nuk është më ai pa kalushmi. Në kohën e Kloppit ishin bën një dysh aty. Po ta shikosh libera ai vetëm kush luante për krah Van Dijkut ishte në formë shumë mirë. Imagjino dhe Gomez, që nuk ka qenë një lojtar i jashtëzakonshëm me Liverpoolin, kur luante afër atij, duke që ishte yll, super yll. Shko, mua nuk më duk keq edhe Van Dijk me thon drejtën. Okej, ai ka edhe një moshë caktuar, ka është mësuar në një sistem tjetër, në një mënyrë loje tjetër te Liverpooli, është i mbuluar në disa drejtime. Po me Van Eken, me Van der Ven, me të gjithë edhe me Dumfries, që Dumfries është sulmues praktikisht, nuk ka fare mbrojtje që i krijon dhe sikletë mbrojtjes me mënyrën e tij të luajturit. E menaxhuan mirë edhe për faktin se është e vështirë Japonia. Japonia është skuadër që vrapon shumë, ka një disiplinë taktike të jashtëzakonshme. Goli i parë ishte gol në distancë i devijuar, goli i dytë me devijim ishte prapë në zgabohem që e kapi Kamada, goditën me kokë. Me thënë ishin edhe çik gola të pafat.
pse ai trajneri nxirte ca tabela? Tregonte kohën shtesë. Sa minuta kanë mbetur. Sa minuta kanë mbetur. Si Formula 1 më duket. Tregonte sa minuta kanë mbetur që tani do rrisi ritmin, tani ulet. Po ka shikoj. Jo, më duk sigurisht taktika ata. Do bëni këtë lloj taktike nëpër kode. Se s'ka mundsi nxori dhe një shifër 45. Tash 45. Imagjino po nëse ka 45 taktika, si mbajnë mend lojtarët taktikën e 45. Sapi ata janë. Ç'ishte e veçantë shumë. Bën përshtypje te Japonin mund të jetë i vetmi ekip jo evropian që të 11 lojtarë luajnë në Evropë. 10 të 11 ishin në Evropë. Jo i vetmi, se ka tjetër? Ka patjetër që ka. Që të gjithë Evropë. Ke Curaçao, të gjithë Portugali, Holandi. S'ka Curaçao ka menat. Jo më një ai kapiten. Kemi gjelbër, asnjë s'ka në Afrikë. Tani dhe ajo që më bëri përshtypje ishte portieri. Portieri ishte me mama japoneze dhe baba nga Senegali, nga Ghana, po. Suzuki portieri. Dhe Suzuki. Portieri Parmës. Po, portieri Parmës. Portieri mirë ai. Po i mirë. Gjithsesi Holanda unë them që do fitojë grupin. Nuk po flasim më për kualifikim se në këtë lloj formati është gjynat flasësh për kualifikim. Është diskutim pa vlerë, po që do ta fitojë grupin mendoj ta fitojë, sepse është superiore. Japonia ishte problem e vështirë, zakonisht deshe e parë është më vështira. Brazilin me Marokun e pam që vuajti tmerrsisht dita para shkollës, që ja do emocionet e fillimit. Plus që tani ka edhe një problem tjetër që trajnerët po ecin çik me plan afatgjat, po mendojnë për gati 2 muaj kompeticion, po mendojnë më 40 ditë. S'po mendojnë më për sidomos skuadra e mëdha mendojnë gjithë kartonin. Më pëlqeu shumë te Holanda Summerville ishte një lojtar që duke që kishte cilësi në krah, domethënë edhe pse nuk shnoim pëlqeu Malen, Bilzberg përshtypje pse zënësoi. Okej, Malen ka bërë që kur erdhi te Roma super sezon. Super sezon, është lojtar që edhe kur nuk shënon, edhe kur nuk duket, e ka blerë përfundimisht. E ka blerë. Ka mënyrën e lëvizjes që është mbrojtje kundërshtari i çmend, i sikletos edhe pa prekur top fare. Ai sidomos kështu në dy luftim tek për tek si është i frikshëm. Mua më pëlqen ka ende për të bërë një kapërcim, por asnjëherë skuadrat që nisin frikshëm, bukur, spektakël ecin shumë larg. Më mirë ta nisësh ngadalë se Orteku që rritet. Ndoshta Holanda nga turi i dytë e tutje do e shikojmë reale fytyrën e saj. Po që për momentin është okay, ai barazimi nuk duhet të quhet zgënjim, sepse kishte një kundërshtar që për mendimin tim mund të shkojë larg, edhe pse me Suedin do e ketë vështirë goxha. Aty ndoshta do ta diskutojnë ato me njëra tjetrën. Por ti çfarë ke parë në gjë të bukur? Jo, ndërsa unë do thoya një zhgënjim për barazimin e Brazilit Maroko, aty po do thoya që ishte një zhgënjim. Po ja, siç e tha Blerini, është e marrin me ngadalë fillimin, se do ketë rrugë gjatë. Brazili nuk ka hyrë për një javë në botror. Prap ka probleme shumë. Po Maroko ishte goxha lart. Le ta themi, Maroko goxha lart. Maroko nuk është më Maroko. Maroko është një skuadër e lindur, e rritur, e formuar në Europë mentalitet ndërkombëtar, nuk ka më lidhje, s'ka më nga kampionati marokenz bëhet fjalë, po s'ka më lojtar të lindur në Marok. 14 ka çat lindur. Në Marok brenda shumë pak. Po 14 ishin në Evropë. Pikërisht, domethënë 12 ke lojtar si Brahim Diaz atje që rritur disa te La Masia e Barcelonës, disa te Madridit. Sulmosin e Marokut e bleu Bayerni, direkt që ditën e parë të botrorit, Saibari firmosi me Bayernin. Ku do luaj? Saibari është lindur në zgabojmë, është lindur në Katalonjë. Është rritur në Francë, në Holandë, ku do luaj me Saibari është një tip 10. Shiko, është një tip 10. Jo, është tip 10, 80, i cili luan 3-4 pozicione. Ai mund të luajë edhe pyke përpara. Ai është 18 vjeç. Jo, Saibari s'është. Jo, Saibari është sulmusi. Sulmusi, ai bëri golin. Jo Buadi. Ai akoma ka filluar kandi për të. Ku çfarë lojtari ishte ai? Fati i madh i Lilës. Që disa sa e shet. Lila ka tani klubi zgjuar Lila. Se nuk arrita dot ta thoja te Top Arena se bëj gjithë atë përgatitje për te Top Arena, po nga që aty ka shumë dinamik, se janë shumë edhe nuk arrin dot i thuash. Si thot dot gjitha, i ruan për radio. Po s'ke çaj thua, kështu që më bën mirë kjo radio, do të vi dhe i them këtu. Se po flisim për Marokun ti dhe si ka mundësi të gjithë aty tani që projekti Marokut, edhe unë e bëra një lloj studimi të shkurtër për projektin Maroku. Dhe si ka mundësi që i thith gjithë këto 14 lojtar, që këta për shembull lojtari më i mirë i tyre ky thuaj i Parisit. Hakimi, që ai është lindur në Barcelonë. Ai është i akademistë, kishte mundësi të zgjidhte disa kontrakte. Dhe do ishte lojtar formacioni vetë Spanjë dhe ka zgjedhur Marokun. Përveç lidhjes që këta kanë me vendin e tyre, se janë patriot shumë të fortë, por kanë edhe elementin zinxhir se si rriten.
Domethënë që nga moshat, po shikoja ecurinë e trajnerit që kanë tani momentalisht, ai ka qenë trajneri U19-s, U21-shit, U20-s, U21-shit. Dhe tani kanë bërë trajner të kombëtarët. Dhe me U20-n ka fituar botrorin ai me U20-n. Domethënë i gjithë projekti ngrihet në mënyrë të tillë që ti besojnë njëri tjetrit. Dhe një trajner që ka një U17 apo një U19 ka besim absolut dhe ndonjëherë kështu është lidhja e kombëtarët. Jo ti i ndro trajnerë çdo një vit, çdo 2 vjet dhe ta arrin kur të krijosh një lidhje organike. Nuk bën dot lidhje. Shikon, nuk bën dot lidhje organike nëse referohesh Shqipërisë. Po, kur ty ekipet e moshave në Shqipëri funksionojnë fare. Nuk kalojnë dot raundet. Po mirë, disa kemi kopa kaluar një raund. Projekt po Maroko. Ai del kampion bote normal. Unë nuk mund të krahas Spanja që e merr De La Fuente nga U15 dhe çon lart sepse ka një ritual, pra ata fitojnë me U15-ën, fitojnë me U17-ën, fitojnë me U19-ën. Maroku Glend kishte filluar ka rreth 15 vjet në këtë histori që ka filluar një projekt për futbollin e moshave. Patjetër, projekti do kurorzohet në 2030 me botrorin. Shumë serioz. Dhe ja ku jemi. Nuk ka futboll cilësor pa projekt. Popullsi e madhe, po janë gati 40 miliona ata, po mirë dakord se ke edhe kombëtare që janë me nga 3 milionë. Nuk kesh ky, se ke Kroacin për atë. Mos të shkojmë. Livia, informacioni jot për sot. Jo, ky informacioni ka lidhje me Marokun. Mos të merret për keq, po e lexova dhe mbani shumë përshtypje që në Itali kriminaliteti gjatë ndeshjes kur po luante Maroku kishte rënë në 0%. Milano dhe Verona. Lexova informacioni tjetër tani. Para se të shkoj publicitet. Jap sa informacione edhe për futboll domethënë. Pra. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet apo makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju. Do shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi, pastaj do flasim pak për Spanjën që luan sot në ndeshjen e orës 6 kundër Kepit të Gjelbërt. Rikthehemi në studio dhe përpara se të flasim për Spanjën, kemi diçka edhe për Suedin, për fitoren e Bregut Fildisht. Suedia dje për shembull bëri një paraqitje shumë mirë, 5 gola. 2 gola i shënoi Ajari që është një tunizian për që luan me Suedin dhe bëri përshtypje se nuk festonte. Bëri gola dhe se prindit e tij janë nga Tunizia, ata kanë emigruar dhe ai tani përfaqëson kombëtarin e Suedisë. Por mbi të gjitha më pëlqeu dyshja Gyökeres Isak. Edhe pse vin nga 2 sezone të ndryshme, njëri me shumë dëmtime, tjetri më mirë me Arsenalit, kombinojnë shumë mirë. Suedia është një anomali në këto ditë para, sepse s'ka kombëtare që luan me kështu 2 sulmues si këta. Në radh parë duhet ishte botror fare, logjikisht sepse ishte kombëtare që fushat kualifikuese ishte për tur. Vend fundit. Ai është rasti kur ti shfrytëzon ato hapësirat që të lë sistemi. Europat, po. E dyta, Europa ka nisur shumë keq, nëse e keni vënë re. Europa ka qenë skandal. Pse mos u 7 ndeshjet e para, pavarësisht se Suedia, 7 ndeshjet e para kishte marrë vetëm 9 pikë. Shumë dobët. Po sa ekipe kanë luajtur? 7 ndeshje para Suedisë. Po sa ekipe? 7 ekipe europiane thua. 7 ekipe europiane ishin. Po 7 ekipe europiane. Një kundër një afrikane, një kundër një Zvicra Barazim. Vetëm Gjermanisë po llogarisin fare. Që ti thua fitore Gjermanisë, një servitor. Skandal fillos Spanja, Franca, nesër Anglia, skandal akoma Portugalia. Pritet të dalin që Suedia në një farë mënyrë ngriti çik nivelin e Evropës, sepse kishte nis shumë si thua ngadal, ka të bëj kushtet klimatike, ka të bëj sezonin i tmerrshëm me 56 ndeshje. Mos harrojmë që verën e shkuar u luajt botrori klubeve, disa lojtarë u masakruan në Amerikë, kaluan direkt kampionat dhe paka shumë ishte i befasi kjo e Suedisë, por deri në far pike sepse nga kombëtarët afrikane, një ndër më të dobta dhe me shumë probleme të brendshme është pikërisht Tunizia. Dhe kush e ka ndjekur pak atë atmosferën dhe lëvizjet e fundit Tunizisë para botrorit, ka pasur një spastrim, janë larguar disa veteran nga ekipi me idenë të çojmë në botror një ekip të ri, ideja që të reklamojmë çika për të promovuar futbollistë të ri. Për të promovuar, po s'patë një shtyllë kurrizore nga mbrapa që ti mbaj ata fiken kollaj. Pastaj Suedia, ata 2 sulmuese që ka, nëse ata gjejnë një si thua kimi mes tyre, ata bëhen vërtet frikshëm. Jo, ato kanë kimi, për të thënë vërtetë, unë di pas kimi, ata të dy bënin presion, vraponin. Edhe më pëlqen shumë edhe ai Potter, trajneri është ekspert. Është një trajner që i ka mbledh mirë, domethënë është një trajner
ka kulturë futbolli. Një mentalitetin suedez sepse ka punuar në Suedi, nuk është nga hiçi, nuk është se vajti nga Anglia në Suedi. Aty ka krijuar karrierën dhe jetën e vet ka krijuar në Suedi. Ditën e parë Serviti kishte hyrë me një kapele cowboysi kështu në seancën fitore. Ai ishte ky trajner dhe gjatë eliminatorëve. Jo, nuk ishte ky gjatë gjithë eliminatorëve. Nuk ishte në gjithë, bëj një pastrim ky erdhi, filloi të njëjtë dhe pastaj bën një për llogaritje. Fushata e kualifikuese ka vdekur. Po e përdorim si thua prova ta fillon në fillimi dhe u futën në play-off me përqindjen maksimal dhe ja dolën perfekt. Llogaritu dolën më perfekte. Tani kam bërë një ekip që ka bërë shtypen me këtë fitore 99.99% me këtë lloj skeme është i kualifikuar se ka dhe golavarashin 500 tani. 3 pikë ka bërë shtypen se mjaftojnë. Pastaj ka ca lojtarë, nuk janë vetëm Gjokeres dhe Isa, ka dhe lojtarë edhe ai që përmendi Glenti Ajari, mesueshor goxha interesant i Brightonit. Ka një grup lojtarësh vërtet interesant. Man luajnë në Evropë me ekipe të mira të gjitha ata. Pikërisht. Do të them që Suedia kreu punë për këtë fazë grupesh. Besoj në 100%, mendoj edhe Breku Vildisht ka kryer punë me atë fitore që arriti dia. 1-0. 1-0 minutat e fundit ishte ndeshja në fakt drejt barazimit. Ekuadori ekip shumë. Po kepi Gjelbër çfarë skuadra është sot që luan me Spanjën? Kepi Gjelbër Curaçao e dytë apo është diçka më mirë? Kepi Gjelbër shumë më lart nga Curaçao, është shumë më lart, është një Shu spanjollët duhet të kenë kujdes sot. Gjithmonë merr pjesë në botror ka. Jo, Kepi Gjelbër është një kombëtare, si thuash, le të themi një si Kosova. Bregu i Fildisht ai. Unë kam kujtime gjithmonë. E gatron me Ivory Coast, Bregu i Fildisht. Gatron me Ivory Coast, ai ata marrin pjesë rregullisht. Ata janë Kepi Gjelbër është një ishull, praktikisht një ishull goxha i vogël, në popullsinë ka tikute 525.000 banor, nëse gabojam, por ka komunitete të mëdha në Europë, Portugali sidomos, po edhe nëse gabojmë edhe në Holand. Dhe prej disa vitesh ka filluar një punë shumë mirë në selektimin e këtyre, për t'i mbledhur, për t'i bindur, disa lojtarë ka ofruar edhe kështu pa i takuar kurrë, me LinkedIn, aplikoni, bëni, është krijuar një projekt, një rritje, si thuash, duke u ndërtuar vit pas viti, vitet e fundit dhe ka bërë një ekip vërtet interesant sepse është ekip afrikan. Afrikanët, po themi afrikanët, pjesa e Breku Vildisht, pjesa, si thuash, ati Pellu, ku është janë lojtarë atletikisht shumë zot. Në janë kuaj, si thonë në Famiza, e kanë fuqishëm, sa vuan Spanja me këta. Dhe duke shtuar dhe faktin që luhet në Amerikë në temperatura 35-40 gradë, si në stërvitje, si në fushë në shumë ndeshje, mund të bëjnë befasira. Tani sa doja dalim me Spanjën është diskutim tjetër, se Spanja nuk ka nevojë të vrapojë fare, Spanja me hap të shpartallon. Por realisht unë mendoj që kjo lloj kombëtarje e Kepi Gjelbër mund të bëj gjëra të mira dhe nuk e di, edhe mund të kualifikohet. Nuk e shoh realisht një skuadër. Sot edhe Lamine Yamal, edhe Nico Williams janë të gatshëm për të luajtur, por me shumë mundësi nuk do ta nisin nga fillimi ndeshjen, vijnë nga një dëmtim të dy lojtarëve, janë dy lojtarë shumë të rëndësishëm për spanjollët, por Spanja mendohet që do të luajë me Ferran Torres në krahun e Lamine Yamal, me në qendër Oyarzabal që është lojtar kryesori i sulmit dhe në krahun tjetër do luajë Baena, lojtari i Atletikos Madridit. Të paktën kështu mendohet që do ta filloj. Pati një debat për Spanjën lidhje me portierin. Nëse duhet ishte Unai Simon apo David Raya i Arsenalit për të luajtur në vijën e parë, por mendoj që De La Fuente nuk do ta ndryshojë, duke e njohur pak Spanjën në këto sfida që ka luajtur. Por Unai Simon besoj, formacion. Pastaj ajo që bën çudi është dyshja mbrojtjes që pak a shumë De La Fuente ka konfirmuar do jetë me Laporten dhe Kubersin. Mua s'më duket fare normale kjo që të dal portieri lojtari më i mirë në Premier League. Dhe ti besosh tani portën një lojtari të Atletico Bilbao që si vjet se ka bërë ndonjë sezon të mirë, kjo s'më duket fair. E di pse se krijohet ndonjë si tip stili Buffon, del një portier 25 vjet aty, edhe ça dalin këte poshtë pastaj janë të gjithë rezervë. Dhe kjo puna e këtij, se ky ka qenë edhe sa vjet ka ky Unai Simon? Është ai është një lojtar portieri mirë, nuk është jo vetëm i fortë në portë, se nuk është se është portier i keq, Unai Simon. Dakor, Raya mund të jetë më i mirë. Si vjet ka bërë sezon të mirë. Por ai është futbollist bazë në këtë kombëtar, si më thënë është ai Boshti i ekipit. Dhe Unai Simon është i paprekshëm gjithmonë, vetëm po të bëjë ndonjë gafë të jashtëzakonshme ai mund të ndryshojë. Dakor, po duhet të kthehemi. Spanja ka 3 portier, super portier. Po se është edhe i treti është portieri i Barcelonës,
Edhe ai është dhe lart tjetër jashtë Sanchezi. Nuk e shoh shumë si ajo ide që e ka betonuar ky se lëvizot më. Nuk është diskutimi Buffon apo Neuer që nuk e lëvizoi askush. Më shumë është një pjesë e ka si thua besnikun e vet, i ka besuar prej vitesh. Po, dhe e njeh për shumë ekipin, lojën, mbrojtjen. Shiko, dhe në 2022-shin, 2024 european ishte po ky, dhe në 2022-shin ishte po ky. Po ka pas goxha, po ky luan me një ekip në Spanjë që është ekip mesatar, Atletico Bilbao. Aq më mirë. Ajo shiko, e di kush është pika e fortë e Spanjës në syrin tim? Ka mbledhur, më në fund Spanja nuk ka më bërtham Real ose bërtham Barcelona. Ka vite që ka mbledhur nga Bilbao, nga Sociedadi, nga çdo ekipi. Është bërë tek lojtar janë Barcelona, jo të tek informacion gjithë Spanjën, nuk përfaqëson as Katalana si ekskluzivisht, as jo Katalana si Real. Është edhe një trend se edhe Gjermania kishte shumë pak të erë lojtar nga Bayern. Jo, ka lojtar të Bayernit, madje bazën e ka Bayern. Jo mos e ka Bayern, 2-3 lojtar ka. Neuer, Kimmich, Neuer, Pavlovic, Musiala. Ka 4 titullar aty që janë. Kurse Spanja ka, nga Barcelona ka Kubarsi që do luajë formacion. Yamal, Pedri, Ferran Torres. Qofse do jetë, por qofse futet Yamal ai nuk luan formacion. Spanja sot do ketë një problem. Ndeshja luhet në orën 6 me orën e Tiranës, që i bie ora 12 e drekës në Atlanta. 12 e drekës në këto momente po shikoja temperaturën që është ora atje duhet të jetë 35 gradë. Ora tani është 9, atje është 25 gradë tani në orën 9. Imagjino në orën 12 se sa do shkoj. Dje një problem të ngjashëm e kishte Gjermania. Po stadiumi ku luajti Gjermania në Houston, Texas atje, kishte një sistem ajrosje të brendshëm. Dhe nëse temperatura ishte jashtë 40 gradë, ishte i mbyllur, brenda ishte 20 gradë. Imagjinoni se çfarë shpikje teknologjike, në një stadium ta mbash me 20 gradë temperaturë. Një shpjegim për këtë pjesën që u fol pjesën e parë. Kujt? Rregulloria ka pasur shumë të qartë për këtë cooling break, për këtë pushimin. Vetëm nëse temperaturat e larta shkonin mbi 33 gradë dhe po e vërtetë është kjo që thua. Dhe nëse temperaturat se kemi pasur edhe rregulloria jon atëherë, dhe nëse temperaturat shkojnë minus 13 gradë, nuk luhet në futboll. Po. Minus 13 është minimumi. Ky është i rregull akoma. Është akoma, por duhet të shkojnë dhe atë thoshin dhe specialistë, jam dakord kur temperatura është 35, por nuk mund të bëhet të gjitha ndeshjet dhe kur është 24. Ç'a cooling break? Sepse ti ndërpret lojën në një moment, për shembull, e di çfarë më bëri përshtypje kur po luante Maroku me Brazilin, ishte një moment pjesën e parë që jo po e dominonte Maroku, po e shkelte kështu me këmbë Brazil. Dhe vjen cooling break dhe dëgjoj. Ja preu ritmin. Ja preu 5 minuta, dhe shikoj këtë që thotë dhe Ancelotti thotë ka një mini pushim për të bërë analizën tani për 5 minuta. Po tamam. Po ishte, shikoj edhe Gjermania ndodhi kjo. Kur barazoi Kurasao, kishte një që ato botën e vet morën 3 minuta zemër ata. Sa filluan morën zemër para zemrës. Po shikoj, po dhe penaltia që ishte kot që ishte edhe në Gjermani. Se pa kërcim. Po kishte një kontakt. Ka një kontakt, po ishte aq minimal ti gled. Minimalist. Tani çat. Po ndihmoja që 1-1 aty. Ja dhaj dorë gjermanëve. Ndërkohë sot luhet gjithashtu Belgjikë-Egypt në orën 21, Arabi-Uruguay ora 12, Uruguay kishte probleme me vizën me avionin. Se kanë arritur me kalu, nuk kishin leje për të për të zbritur në Miami, kështu që kanë ngel në Meksik, do shohim. Dhe pastaj në orën 3 nesër do jetë Irani me Zelandën e Re. Një pyetje Berimit si eksperti statistikave. Pse kishin quajtur Belgjik-Egjipt për plasje titanësh? Titanësh. Fjalë është ekipi i keq. Jo, kështu si quajtur media, se po lexoja pak. Jo, shikoj, Egjipti konsiderohet kombëtarja më e madhe në Afrikë. Është një kombëtar që në Kupën e Afrikës ka një histori të jashtëzakonshme, faraonët. Nuk kanë bërë gjë në rang botror, për arsye ndryshme, herë nuk kanë kualifikuar, herë kanë dështuar, por është në Afrikë është vërtet një gigant. Belgjika ka këtë pjesën tjetër që ka të paktën mbaj mend tun 3 botror që niset, edhe europian që niset. Po ka pasur lojtar, super lojtar. Ka niset në këtë 5-shën e parë dhe prap ka një brez ritarësh që domethënë nga De Bruyne, De Ketelaar, Doku, Trossard, ka një grup shumë mirë. Në këtë Tillemans, portierin e ka një botë ndoshta. Pikërisht dhe edhe trajnerin e ka
me pikpamje sulmuese. Në këtë grup ku janë ai këta. francezësh. Jo, s'është francez, është Rudi Garcia. Rudi Garcia më po, e gatrova me. Por zotri kujdes. Po, ke drejt. Në këtë grup e sigurt që këto dyja do kualifikohen, se po flasim për Iran dhe Zeland të Re që për arsye të ndryshme nuk kanë ndonjë kështu. Po nuk kanë përshmëri se Irani vetëm një lojtar ka të Interit, shikoj ka pas Interi. Vetëm te kjo, Blerin, pyetja ime është te kjo që gjithë kjo padrejtësi në thonjza që po i bëhet Iranit, a mund t'ju kthehet në një lloj Amerika thotë inshallah eliminohet, mundet 3 ndeshje të ikit dhe të largojnë problemet. Duket është goxha e vështirë që megjithatë si thua atmosferë kaotike, lufte dhe të bombarduar në Iran, demoralizuar, të gjejnë forcë mendore mbi të gjitha për të qenë aty, pastaj gjithë të luftë që po bëhet, jo nuk lejohet futesh Amerikë, jo një pjesë e lojtarëve dhe stafit nuk marrin viza. Jo rri atje luaj këtu. Pikërisht, Azmun, në zgabojmë Serdar Azmun nuk është marrë fare kombëtare sepse kishte bërë një postim pro Emirateve Arabe para pak kohësh, duke dalë në fotografi me sheikët që ata me Emiratet kanë konflikt tani nga lufta. Domethënë është e vështirë që të shkosh ditën e ndeshjes, të bësh një rrugë me avion, të zbresësh fush pa e prekur kurrë, pa e provuar, të bësh që mund të kalojnë fazën e grupeve, padyshim mund ta kalojnë, sepse mjafton një fitore me Zelandën e Re dhe 99% kalojnë, se një barazim të luftojnë. Ajo do ishte bukur, që të vazhdonte përpara. Po pra, ajo na duhet. Kam përshtypjen se çdo pikë që do marr Irani, një 3-4 do ja bëjnë ekspulz nga Amerika. Derisa dalin në fund. Nuk kemi shumë kohë për merkaton, por Milani ka zyrtarizuar Amorim si trajnerin e ardhshëm të sezonit që vjen. Ka edhe një drejtor të ri sportiv që vjen nga Eintracht Gjermania, nga Frankfurtit. Ka marrë dhe një drejtor. Që ka bërë disa lëvizje në këto ditë merkato. E fundi Lorenzo do shkem shumë çankë, dua më shpesh e dipse. Ishte premte do vi prap. E di si mu duk Milani si këto ekipet shqiptare të Superligës. Po Milani tani do ndryshojë. Ekip pa trajner, pa drejtor sportiv, ekipi Milanit. U duk si falenderoj Livia që ka detyrë të çojë Irani nesër në orën 3 të mëngjesit. Do shohim patjetër. Do bëj un tifo për Blerimin që do rikthehet përsëri premten për të bërë një rezume të javës në orën 6 Spanja. Që ti them aty xhaxhit që shkoj në Spanjë, si do shikosh Iran? 6 pas ditësh Spanja. Ta shohim gjithë Irani pra në orën 3. A 3. Spanja do shohim të gjithë, po këto ndeshje pak më të veçanta. Në orën 12 pa ajo është e arritshme. Me pasoni ishte kaq për sot, takohemi përsëri nesër në orën 2 me të tjera ngjarje nga botrori.